Në një ditë që simbolizon dashurinë, respektin dhe mirënjohjen, 14 shkurti, dita e Shën Valentinit, në Vlorë u shënua me ngjarje shqetësuese të dhunës në familje dhe krimeve kibernetike. Policia e Qarkut përmes strukturave vendore referoi në prokurori 4 raste që përfshin dhunë psikologjike, kanosje ndaj bashortes dhe publikim të materialeve intime në rrjetet sociale. Sipas njoftimit zyrtar, specialistët e seksionit për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë së Vlorës referuan materialet procedurale ndaj shtetasit me iniciale AM 25 vjeç, banues në Vlorë, i dyshuar për ushtrim dhune psikologjike ndaj nënës së tij. Rasti është trajtuar në kuadër të veprës penale të dhunës në familje, një fenomen që vijon të mbetet ndër problematikat më të mprekta sociale në vend. Burime nga policia bëjnë me dije se ndërhyrja është kryer pas kallëzimit të bërë nga e dëmtuara, ndërsa hetimet do të vijojnë për të dokumentuar plotësisht rrethanat e ngjarjes. Një tjetër rast është referuar nga specialistët e seksionit për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Sarand. Shtetasi me iniciale EZ, 42 vjeç, banues në Sarand, dyshohet se ka kanosur bashorten e tij. Edhe në këtë rast, materialet janë dërguar në organin akuzës për vlerësim të mëtejshëm dhe për përcaktimin e masave ligjore që do të ndërmerren. Kanosja dhe presioni psikologjik ndaj partnerit përbëjnë forma të dhunës që shpesh paraprin për shkallëzimin e konfliktit në familje, ndaj autoritetet theksojnë rëndësinë e domosdoshme të denoncimit në kohë. Rasti më i rënd i raportuar lidhet me një krim kibernetik, ku specialistët e seksionit për hetimin e krimeve kibernetike në drejtorinë vendore të Policisë së Vlorës referuan materialet në prokurori për një shtetas 42 vjeçar nga Saranda. Ai dyshohet se ka publikuar në rrjetin social TikTok foto dhe video intime të një vajze pa pëlqimin e saj. Publikimi i materialeve intime përbën një shkelje të rëndë të privatësisë dhe dinjitetit të personit, si dhe një vepër penale të dënueshme nga ligji. Krimet e kësaj natyre, të njohura ndryshe si akmarrje pornografike apo shpërndarje pa autorizuar e materialeve intime, kanë marrë përmasa shqetësuese vitet e fundit, sidomos me rritjen e përdorimit të rrjeteve sociale. Pasojat për viktimat janë të rënda, duke përfshirë dëmtimin e reputacionit, presion psikologjik, izolim social dhe pasoja afatgjata emocionale. Materialet procedurale për të gjitha këto raste ju referuan prokurorisë së Vlorës dhe asaj të Sarandës për veprimet të mëtejshme, ndërsa hetimet vijojnë për zbardhjen e plot rrethanave dhe për të vendosur masat ligjore ndaj personave dyshuar. Ngjarje të tilla të raportuara pikërisht në ditën e Shën Valentinit hedhin dritë mbi kontrastin mes simbolikës së kësaj date dhe realitetit me të cilin përballen shumë gra dhe vajza. Institucionet ligjzbatuese theksojnë se lufta kundër dhunës në familje dhe krimeve kibernetike mbetet prioritet, ndërsa apelojnë për ndërgjegjësim shoqëror dhe reagim të menjëhershëm ndaj çdo forme dhune apo abuzimi.